Në Universitetin Fanoli të Korçës u zhvillua një takim i hapur informues drejtuar nga kreu i KLSH-s Arben Sheu dhe rektori Lorenz Ekonomi, ku pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues të kontrollit të lartë të shtetit, së bashku me pedagog dhe student të këtij universiteti. Takimi kishte në fokus rolin e institucionit më të lartë të auditimit publik në vend, rëndësinë e bashkëpunimit me qytetarët dhe transparencën në komunikim me publikun. Në një intervistë për CNA, Arben Sheu vlerësoi rëndësinë që ka bashkëpunimi me komunitetin akademik dhe me qytetarët në përgjithësi. Në radhë parë ju falenderoj ju për prezencën edhe njëkohësisht për suportin tuaj. Ne kemi një detyrim të veçantë institucional që të jemi në komunikim të vazhdueshëm me qytetarët në të gjitha njësitë administrative të Republikës së Shqipërisë, por në lidhje me Korçën kemi një detyrim të jemi të jetë veçantë. Historia e Korçës është e lidhur me themelet e shtetformimit shqiptar. Historia e Korçës është e lidhur me shkronjat shqipe, me gjuhën shqipe, me kulturën, me sakrificat e gjithë atyre njerëzve që dhanë gjithçka kishin në jetën e tyre, në familjet e tyre, për t'i dhënë rrugë të denjë shqiptarëve dhe shtetit shqiptar. Kuptohet që detyrimet institucionale janë detyrimet cilat janë të ndërlidhura me nevojat, me problematikat e shoqërisë. Dhe marrja më e mirë e dienisë për të gjitha nevojat mund të bëhet nëpërmjet konstatimeve të qytetarëve. Sheu solli në vëmendje lidhjen e veçantë që institucioni ndjen ndaj qytetit të Korçës, duke konsideruar këtë bashkëpunim si pjesë të një detyrimi moral dhe historik. Sipas tij, Korça përfaqëson një qendër të rëndësishme të kulturës, arsimit dhe historisë kombëtare. Ne sot kemi zgjedhur që të bëjmë këtë takim dhe patëm fatin që ta realizojmë me vullnetin e mirë të stafit pedagogjik të Universitetit të Korçës, të studentëve të Universitetit të Korçës dhe me suportin tuaj të veçantë për të realizuar dhe për të marrë ato nevojat cilat institucioni jo vetëm i ka detyrim, por i ka qëllim vetvete, për të marrë thelbin e nevojave, problematikave, për të transmetuar ato në auditimet të posaçme, të veçanta në mënyrë të tillë që institucioni i kontrollit të lartë të shtetit jo vetëm të realizojë detyrimet e tij institucionale e kushtetuese, por të jetë në thelb kontribues në jetën, tërësi në jetën e shoqërisë shqiptare. Unë i falenderoj në mënyrë të veçantë dhe do doja që ky komunikim me ju të ishte i vazhdueshëm për hir të nevojave të përbashkëta që ka jo vetëm institucioni jon, por që ka shoqëria shqiptare dhe për hir të vendit që ju keni në shoqërinë shqiptare nëpërmjet kontributit të jetë dinjitos, profesional dhe nuk gaboj të them nëpërmjet sakrificave që ju, mediat, gazetarët e nderuar jo vetëm të Korçës, por të gjithë Shqipërisë i kanë dhënë ecjes përpara shoqërisë shqiptare. Një pjesë e veçantë e diskutimit ju kushtua rolit të medias. Kreu i KLSH-s vlerësoi kontributin e gazetarëve në identifikimin e problematikave të shoqërisë dhe në nxitjen e përmirësimeve institucionale. Sipas tij, media sot ka arritur një stad të lartë profesionalizmi, duke shërbyer jo thjesht si mekanizëm kritikues, por si partner në kërkimin e zgjidhjeve. Puna e medias, kontributi i medias në jetën e shoqërisë shqiptare është kompleks. Unë si stash e vlerësoj jo vetëm personalisht, por gjithë institucioni, kontributin, rolin që ka media sot si një faktor thelbësor, themelor i ecjes përpara të shoqërisë shqiptare. Por mund të them që media për fat të mirë të gjithë shqiptarëve sot ka arritur një stad të lartë, një nivel të lartë të skanimit të gjitha atyre nevojave për të mos thënë problematikave dhe për t'i evidentuar jo në formë ndërshkimore, por në formën e një lloji
kërkesë përmirësimi, rregullimi në mënyrë që shoqëria shqiptare në tërësi të ecë përpara. Takimi u përmbyll me një bashkëpunim të hapur me studentët dhe pedagogët, ku u ngritën pyetje mbi mënyrën se si KLSH ndërmerr auditimet, si trajtohen problematikat e konstatuara dhe si mund të forcohet më tej bashkëpunimi me institucionet e arsimit të lartë. Ky aktivitet ishte pjesë e turit të takimeve që kontrolli i lartë i shtetit po zhvillon në universitete të ndryshme të vendit, me qëllim afrimin e institucioneve të kontrollit me publikun, nxitjen e transparencës dhe përfshirjen e brezit të ri në kulturën e llogaridhënies publike.